edhe kur ju hyn një bankë sërbe afërt me presidentin e Serbisë, me kapital rus, ne kemi problem serioz pasojat e cilës do i shohim vite më pas. Këto janë tema për cilat do bisedohet, jo kush ka dalë në fotografi me në drejtim të denigrimit tuaj, sepse ju si kryesuesi i OSB-s keni ftuar edhe konzullin e nderit Stajić dhe jeni përshëndetur. Ato ftohen me preseans, ajo lista është Ministria e Jashtme dhe i fton Ministria e Jashtme të gjithë ata të cilët kanë ndonjë titull diplomatik, nuk i përcakton ministri kë fton kësë. Kushdo qoftë ai. Vlen shtron sipas tyre edhe një pyetje tjetër, me që ju në një farë mënyrë e hapët çështjen e raporteve me Serbinë, por këtu implikohen natyrisht në masë të madhe edhe raportet me Kosovën. Edhe për planin, siç e quajnë ata, famkeq 9 pikësh ndaj Kosovës. Pyetja e tyre është pse është Bujar Osmani, ministri që mbështeti këtë plan, pra si kryesuesi OSB-s, kujt i shërben ai plan, Kosovës apo interesave të Beogradit, dhe sipas këtij plani në të thuhej se Kosova duhet të tërheq forcat e saj speciale policore, kurse Serbia duhet të ulë gatishmërinë luftarake të forcave të armatosura. E keni dëgjuar edhe deklaratën e zëdhënësit të qeverisë së Kosovës, sipas të cilit deeskalimi që ka ndodhur në veri u realizua pa e dëmtuar sovranitetin e Kosovës. Domethënë ai ka qenë plani OSB-s për deeskalim në një situatë kur ne kishim informacione se po përgatiten si alibi prezenca e shtuar e forcave speciale për një ndërhyrje më e madhe, siç edhe ndodhi në Bansko me sulmin terrorist atje, duke u keqpërdorur situata të tilla për të krijuar një situatë e cila pastaj është vështirë para se të ndodh Bansko. Dhe prandaj qëllimi ka qenë të ndihmohet në deeskalimin e situatës, që mos përdoren si alibi disa zhvillime që pastaj të krijohet në terren një situatë e cila pastaj mund të ndryshon edhe rrjedhën. Ka qenë i konsultuar normalisht edhe me vendet anëtare të OSB-s, ka qenë edhe me përfaqësues në Kosovë dhe ka qenë thjesht një plan facilitues pa asnjë dëm për interesin e Kosovës, po në fakt në mbrojtje të interesit Kosovës, dhe ashtu e kanë trajtuar gjithë ata të cilët nuk kanë dashur ta keqpërdorin këtë çështje për politikë ditore. Ata që e njohin gjeopolitikën, ata që i njohin, din informacione pak më tepër se sa dihen publikisht, e din se çdo mos prevenimi, parandalimi ose deeskalimi e ndihmon situatën reale që është në Kosovë. Zoti Osmani, ju personalisht keni pasur takim me kryeministrin e Kosovës, zotin Albin Kurti, dhe ai keni diskutuar këto çështje, sepse këtu thuhet Kosova duhet të tërheq forcat e saj speciale policore. I bie që Kosova ti tërheq nga veriu. Kjo ka qenë, supozoj, ideja e planit. Ditën kur eskalon situata në veri, unë kam qenë vizitë në Kosovë. Dhe kam qenë në takim me kryeministrin Kurti, bile pastaj unë vizitova qendrën e trajnimit policëve. Kryeministri Kurti nuk ishte pjesë e protokollit që ai të më shoqëron të jetë bashkë me mua. Ai vendosi që të vjen me mua atje, të mbajmë fjalë për bashkët para kadetëve të ri, të mbajmë një preskonferencë pastaj të dytë bashkë para mediave. Ashtu që ka qenë kjo krejt në kuadër të, po normalisht në diplomaci gjithçka thuhet publikisht, por në atë moment OSB-ja ka kriju pozicione për të lehtësuar pozicionin e Kosovës që mos të keqpërdoret nga qendra qëllimkëqia që pastaj ti përdorin ato si alibi për ndonjë ndërhyrje, siç u tentua të bëhet me Bansko.